Në organizim të Fakultetit Juridik të Universitetit Shtetëror të Tetovës u mbajt debat publik për propozimin për testimin ekstern, provim shtetëror të studentëve dhe ndryshimeve të fundit ligjore për arsimin e lartë. Në debat të cilën e drejtoi dekani i Fakultetit Juridik Profesor Dr. Mersim Maksuti, morën pjesë Ministri i Arsimit të Shkencës Abdelatim Ademi, profesor të Fakultetit Juridik dhe student të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ligjin e propozuar e elaboroi Ministri i Arsimit dhe Shkencës Abdelatim Ademi. Çështja që më tepër në opinion është e pranishme në këtë ligj ka të bëjë me provimin shtetëror, që siç thash do të jetë kompetencë e Këshillit për akreditim dhe evaluim. Provimi shtetëror është një parapartë të organizuar nga ky këshill. Është një provim i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë do të jetë në vitin e dytë ose në momentin kur studenti do t'i ketë të dhënë 50% të provimeve nga numri i përgjithshëm i provimeve. Pjesa e dytë do të jetë në fund të studimeve dhe në pjesën e dytë do të përfshihen pyetje nga provimet të cilët studenti nuk i është nështruar në pjesën e parë të provimeve në vitin e dytë. Diskutuesit në përgjithësi ishin kundër këtij ligji të propozuar duke shtruar argumente konkrete. Kjo është psikologjia e ligjit, ana historike, ana shkalim, pakujdesi dhe vjedhja e historisë. Sepse nuk është historia e utës askund të debatohme këtu. Po ashtu vullneti qytetarëve, diskriminim, kufizim dhe përfundim për dhunimit të drejtave të shqiptarëve. Prandaj ne dhe shumë të tjerëve, jo vetëm këtij ligj, por edhe shumë ligjeve të tjera, zotë ministër, u themi stop. Këto propozime për Universitetin Shtetëror të Tetovës janë direkt diskriminuese. Së pari, siç përmendi edhe profesor Bashkimi edhe dekani, në ciklin e tretë studimeve Universiteti Shtetëror i Tetovës momentalisht nuk do mund të organizojë studime doktoraturës dhe të pranojë studenta. Është absurde. Në dy, antarët e bordit, për çka do të flasë edhe profesori Afet, antarët e bordit për akreditim do të jenë me shumicë nga universitetet maqedone, a paramendoni bordi për akreditim do e realizojë provimin shtetëror. Sa është e logjikshme, kjo është paradoks kur ne kemi Fakultetin e Gjuhës Shqipe në Universitetin Shtetëror të Tetovës, i cili është shumë më kompetent se sa Blazhe Konevski në Shkup që të vërtetojë atje se ki e një gjuhën shqipe. Sa është e logjikshme, s'ka paradoks është. Një, dhe di, propozimi është që to test studentët të ashët, këtë test të mbajnë në universitetin tonë, në Fakultetin e Gjuhës Shqipe, sepse kjo është ma kompetent për gjuhën Shqipe se sa Blazhe Konevski në Shkup. S'ka logjike, të profesorët që nuk e njohin gjuhën Shqipe, se e njohin profesorët tonë. Pas vallë do të na ndodhë edhe këto reforma të cilat do i propozojmë tani, mbas një 10 viteve apo disa viteve tjera, do ulemi përsëri do themi se edhe këto s'bën dhe po kthehemi në gjendjen në cilën kemi qenë. Tani konkretisht po ndalem tek provimi shtetëror për një moment. Ndoshta do të ishte më e rrugës nëse do donim që të kursenim dhe studentët të ketë provim pranues, do të si provim shtetëror që kur pranohen studentët në fillim në vit të parë, se sa pasi të humbin 2 vite ose 4 vite, ja u çem dëm studentëve ato dhe bie poshtë gjithçka. Të tjetra është në lidhje me nivelin e përqindjes e cila kërkohet 70% dhe thot aty për çdo lëndë veç e veç, thot duhet të jetë. Në qoftë se në njëra lëndë ai nuk e mbrin përqindjen mbi 70, studenti nuk e jep të gjithë provimin shtetëror. Ne material pune kemi këto çka i kemi. Ne jemi këto çka jemi. Po çka flasë statistika? Statistika flasin se ne shumë duhet punojmë në arsim. Për shembull, nëse në Republikën e Maqedonisë, mesatarisht në 208 banor diplomon 1, nëse këto ndahen në baza nacionale, Maqedonëve në çdo 168 Maqedon diplomon 1 në vit. Kurse të shqiptarët 366 ke një të diplomuar. Se Universiteti Shtetëror i Tetovës nuk mund të jetë i barabartë me një universitet i cili thjesht ka 50 vjet përvojë, ka prodhuar
profesora inordinar në aspektin kadrovik, në aspektin infrastrukturor, në aspektin ulëmtimit shkencor e kujt i çfarë. Domethënë gjitha gjërat ai është 50 vjet para. Dhe kjo i bie se unë duhet dal 100 metre të vrapoj, ai tjetë 50 metre para mu, unë vrapoj me 50 metre pas atij dhe në fund unë dali barabart me ata. Domethënë është plotësisht e palogjikshme. Për ligjin në fjalë, Ministri të Arsimit Abdulaqim Ademi me pyetje ju drejtuan edhe studentët e pranishëm. Ne si Parlament Studentor kemi një pyetje për Ministrin se si mund të vijë një profesor të na vlerësojë neve me 5 pyetje kur të gjithë studentët vlerësohen gjatë gjithë vitit akademik. Në bazë të diskutimeve të gjithëve, konkluzi përfundimtare është se Universiteti Shtetëror kundërshton ligjin në fjalë, pasi cënon autonominë e universitetit dhe nuk do të kontribuon në përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në veçantë të Universitetit Shtetëror të Tetovës.